Postojmë pak më anet. Buongiorno dhe mirë se vini në kanalin tem. Unë jam Nela dhe kë vlogu i miri. Jemi në Budva. Ne jem nisë me nej 2 javë në Shqipni, në fakt. Po ne prishi planet trafiku. Deshme me shku kak samili një 6 ditë ose javë. Trafiku ne prishi planet totalisht. Kem nejt javë fix edhe tanë i këtë javë nuk kem pushua hiq. Kem ba vetëm një ditë plazhë në Durrës. Edhe kështu që dje u nisme, djen mjes u nisme, sa kanë ora 12 kur kem dalë për shtëpie. Edhe në u nisme për me ardhe në Budva, në fakt, po atë rrugë se n'ullqin u nalme, hangër dikun, edhe para lokalit ku kem hangër, ishte një plazh privat, shumë privat, ishte kështu i vogël, shumë i lezetshëm, i të shumë i bukur, edhe thame, po nalna këtu, bajmë plazh sot, si mos na ikun as dita e plazhit, nejt me një 2-3 ora aty të plazhit, e ru nisë me erë me Budva. E rrugës u nalme prap me hangër dark këtë rrallë, te një lokal shumë i lezetshme, i te para Shën Stefanit, si ashtë ajo ishulli i vogël. Ndërsa tash kem ardhe në Budva, erdhë me mram, do me thonë mas i hangë me erdhme, ime direkt te hoteli se vajza i te e logon, edhe pat me përnotu rrugës një hotel, e ka quhet Hotel Poco, shumë i pastër me thonë drejten, më pëlqen edhe tash Kristiani e vajza janë ullë poshtë me hangër, edhe unë po shkoj tash. Edhe atje po shku me në plazh, kem me nej 2 net këto, sot edhe nesër natë kena me dalë për i hotelit, se do me thonë fjet me mram, edhe sotne. Edhe tash po shojmë, atër po shkojmë ka Kroacia, po edhe vërisim se ku më shku. Një tja u tregoj pak, dëgji, ashtë pak rëmuj se fjet me mram, po ashtë Ky divani këtu, po nuk na duhet gjë, nuk e përdorim, hapet dhe me thonë. Ato ka rruca vajsi kem lanë ne. Ashtë këtu frigoriferi, kjo pjesë e banakut, një pasqyrë këtu. Atër shtrati, komedinat, raftjet. Kjo është balkoni dhe me thonë s'ka balkon, po është pjesë këtu si delet. Nuk shihet, nuk ka pamje kush e di se qa, edhe pse nuk bani fort lirë, prit një ndisha me hap. Atje shihet pak veni këtej, atër është pak veni anej. Sëndë do dalim, se mram nuk e pav me Budva, unë në fakt nuk jam kanë kurrë në Budva. Ja, dhe outfiti, në fakt është një outfit si kam pas dje, se po ta vesh diçka të rahatshme, po atëri po të me godit të në valigjet, e mu nuk më shkoj menja me marrë dë tesha me i majtë në nësore, në fakt kam marrë vetëm teshat e vajzë këto, edhe kostumet e plazhit tu. Këtu po atë me marrë qanten se janë dë gjana me vlerë, kompjuteri e gjanat, si thome ma mirë mos të lamen makinë. Dhe kështu që aso në zburjem s'kem marrë tesha, kështu që masit ham do shkojmë të makina me marrë diçka për mu në rua, se s'mund të rrim kështu të nditën, se edhe dje nejt me të njajta tesha. Pritni të lehem këto të flasim pak bashk. Kua, pritni. Okej. Nga një anë jam e gëzume, se jam të pa qytet tri, se as Budva si jam kanë, as në Kroaci si jam kanë. Do me thonë, jam kanë kështu me kalu rrugës për me ardhe në Shqipni, ose për më këthu në Itali, por nuk jam nalë korë me ba plazhe, me ba qytetin. Kështu që nga një anë jam e gëzume, si po sho një vend tri, edhe maja, edhe po shioj me vajzë, normal. Nga ana tjetër, në fakt, mullim pak si nuk nejta ma shumë në Shqipni, se si që kam thonë, ishte tash 3 vite se nuk shkoj aty. Kështu që mullim të fakti si nuk shkova në plazh aty, e gjana kështu. Në Sarandë, në Ksamile, në fakt, unë ka herë s'kam shku, jam kanë 11 vjetë që më duket, mos gabosha, po jam kanë e vogël kur kam shku herën e funit me prindrit. Edhe mullim të fakti si nuk e shjova pak ma shumë Shqipni, po nga ana tjetër jam edhe ma lirshëm se primen si mjet nuk e di sepse, po çdo vjet ashtu është gjithmonë ma shumë pjesë e trafikut, kush a kanë në Shqipni këtë vit e din, bëll mirë se si a kanë në gjenja. Po i shihem këtu pushime se edhe pak ditë duhet me nis punë prap, edhe nis prap rutina e punës, po si gjatash, fola tepër.
pak gati. Tash po dalim, po shkojmë në Old Town Budva, po shkojmë te qyteti i vjetër i Budves, po shohim, po ham atje darkë, po shohim se po ja kalojmë. Si, uova. Mu shkarku kamera dhe po regjistroj me telefon. Si, mami, uova. Edhe është heret, në fakt. Aspete, mami. Në fakt është heret, se vajza u qua heret, kështu që ula vetëm unë Kristianin e lamë me fjet. Thot po shohim se që po bëjmë, se është vrant, kem dashme najt edhe sot në plazh, bella po del diell dhe po shkojmë. Por për momentin është vrant edhe telefoni e kallon se bjen shisër. Mram te qyteti i vjetër i Budves ja kalu me shumë mirë. Thjesht ishte ja nisi shiell aty. Atëherë shoqër se ne ishim të hangër në atë moment, edhe derisi krymeni maroi. Po ishte lezetshme, ishte gjysore të larg, kemi eckom deri atje. Vajzën pak me marrë karrocën për vajzë, po kjo është independente dhe do me ecë vetë, kështu që e kena marrë kot. Ta që po ham, edhe qik në mrapa. Ciao, mami. Je turpshme? Je turpshme? Tash sa hip me makinë, sa bo me check-outin prit hoteli, prit ashit më mirë këtu, okej. Bo me check-outin të hoteli, edhe hip me makinë, tash po nisna kadal shkojmë për Kroaci. Këtu ja nisi shi, në fakt si që thash sot e natë, desh me ba plazh këtu, edhe atëherë desh me shku në Kroaci. Po nga që ja nisi shi atëherë, thame hajt po nisna direkt të shkojmë atje. Tash po shohim rrugës, bela shohim për ne hotelen Booking e po prenotojmë ose maksimumi, nëse zgjem në gjë si na pëlqen shkojmë aty direkt edhe po e zgjellim aty. A shumë zet edhe pse ashtu rashi, a shumë zet, edhe asi gjatë tash Kristiani është të pagu parkegjin, edhe po nisna kadal. Sa po erdhëm me të hoteli. Guarda. Sa po erdhëm me të hoteli, ba me check-inin, si përfundim e prenotume online. Kem zgjellni nuk është në Dubrovnik, po është këtu afër. Sa u veshme, po shkojmë të pishina. Si përfundim zgjell me një hotel all inclusive, si të pak të mos rrimtu sill me lyp restorante e gjana, shto që kem me hangër mjesin dreken e darken. Tash po shkojmë me rrim pak të pishina deri në darkë, se na iku tanë rruga trafik, se kem gjetë shumë trafik, sidomos në për dogan të Kroacisë.
Buongiorno! Dje s'kam regjistrua. Fakt, bana vetëm kështu ca videoklipe për me u tregu të vlogu. Thash ta shijoj pak. Jem knaqe, jem relaksuan maksimum. Tash pulna po bëjmë kolacione. Atëherë kena me ba check-outin. E atëherë po dalim e po shohim bella po gjem në një hotel tjetër pak ma nej. Se thamë ta bëjmë edhe një 2 ditë plazh edhe atëherë të nisna për Itali. Dje kur ke marrë si që po atëherë videot e shkume në pishin. Ndërsa dje ja kem kalu ta ditën të plazhi, se është plazhi krejt përballë. Ky komplet i shumë i lezetshëm, është nga Shein. Është kështu komplet. Shumë i lezetshëm. Buongiorno! Jem në Split. Nuk shihet. Kem ardhe në Split. Erë me mram, erë me pak vonë në fakt, shto që erë me të hoteli. Atëherë bëme një dush edhe dol me pak bëme një gjirë dhe shku me hangme. Atëherë me prapë edhe fjetme. Tash jem të ullë me ba kolacione. Vajzi kam marri banane edhe një jogurt. Ja kam marrë një market tu këthy mram të hoteli se nuk ka pas fruta ose kos si ka pëlqy asaj. Kështu që nala në market edhe ja bleva. Edhe tash pullën e ham. Atëherë po shkojmë në plazh edhe atëherë kadal po nisna për shtëpi. Asi gjatë dhe shtë me ju tregu pak venin, këtu Splitin pëlqeu shumë. Kite një plazh shumë bukurite, krejti bardh. Pjesa plazhit e më pëlqeu shumë, kështu që për ta deshta mu nalë edhe këtu. Tash pullën e bëjmë kolacione.